A ka mundësi që njeriu me një fjalë e saboton lumturinë e vet, hek dorë për lumturisë vet vetëm për me I përmbush ato orare ditore që I përmendëm na? Kjo bëhet në formë të pavetdijshme, nuk është që personi, individi zgjedh qëllimisht, po përzihen ato dëshirat, sepse lakmia ndonjëherë ja merr anën asaj çka na vërtet jemi dhe ndoshta ajo çka na e kishim shiu më shumë. Le të themi, ndoshta më shumë e kisha shiu një kafe me një mike këtu në Prishtinë se sa me shku edhe me postu një foto e vetëm me për Istanbullit. Po ajo lakmia që me postu ato për rrjetet sociale dhe presioni, kisha me thonë, I rrjeteve sociale, ndonjëherë po na bën që edhe këto gjanat e vogla me vendos veten këtë presion. Kjo nënkupton që definitivisht ajo që është fajtori kryesor është thjesht rrjetet sociale. I kësaj boshllëkut dhe mënyra që shoqërisë. na jemi tu I përdor ato.